Petruti ka një ish futbollist shumë i njohur, ja se Velipojës e dikushme, si ka qenë me vërtet potente, aktualisht dhe trajner dhe drejtuesi i Akademisë Futbollit Ada në Velipoj, por sot në fushën e lojës tek formacioni i shoqatës rajonale të futbollit. Arsyeja e përfshirjes së shoqata është normalisht kjo akademia patjetër. Po, normal. Kjo ishte një ftesë presidentit të shoqatës rajonale Shkodër, zotit Lazar Matia. Edhe duhet falenderojmë edhe Federatën Shqiptare e Futbollit që ka marrë këtë nismë, duke angazhuar shumicën e moshës tonë për këtë kampionat, që normalisht është një kampionat shumë i bukur që ja vlen të ndjekësh edhe ta çosh deri në fund. Ju pash në fushën e lojës që ishit me të vërtet perfekt, si dikur, Petruti ndoshta edhe sot mund të jeni me këto parametra i vlefshëm për i shërbyer Adës e Velipojës. Tash mosha ban pak veten, po ashtu pak mbi pesh, por gjithsesi tu qenë angazhim çdo ditë javës me ekipet e moshave, edhe aty aktivizohem edhe luaj, sidomos aktivizohem me mosha, por normalisht plus edhe 2-3 herë në javë luaj edhe me ata këlqeto me shokët e mi atje në Velipoj. Kjo na ban me nejt pak në formë ose kështu. I kënaqur për këtë aktivitet që zhvillohet për herë të parë në Shkodër dhe në Shumë i kënaqur, moshat mbi 40 vjeç. Shumë i kënaqur, thash edhe më përpara, shumë i kënaqur për vetë aktivitetin e mbi 40 vjeçërave, që normalisht ka pas një farë periudhë si ka pas shkutje, por kjo na ka ndihmuar dhe na ndihmon si na ta angazhohemi dhe të jena sa më aktiv se jo në këto tip kampionatesh. Do të jenë 14 javë të këtij kampionati, java parë ka përfunduar, ditën e djeshme dhe sot po duhen ndeshjet e javës së dytë. Pak a shumë i keni parë ekipet pjesëmarrëse. Një përshtypje, kush ju ka pëlqyer më tepër? Të them të drejtën, normalisht si ekipi i veteranëve të vllaznisë është një ekip me vlera, me emra, janë lojtarë që kanë lënë tonin në futboll shqiptar, edhe është kënaqësi të jesh ose të luash në atë ekip me këta lojtarë. Po ashtu edhe ekipet tjera normalisht me ata mundësi që kanë, thjesht është një kampionat i bukur me rivalitet. Por veteranët e futbollit që kanë emra të spikat e formacion u munden nga ekipi i OSHE-s. Interesant. Kjo ishte një surprizë, ndoshta veteranët e futbollit e kanë neglizhuar atë ndeshje, por kjo nuk do t'ja heqim as meritën e OSHE-s se fitoi ndeshjen. Por gjithsesi futbolli prandaj është i bukur se është i papritur. Ka pretendime shoqata rajonale ta fitojë trofeun? Po, kemi pretendimet tona, normalisht të pallë grupin e lojtarëve, të pallë moshën e pothuajse 42 vjeç, jemi të gjithë, pra jemi pothuajse të njëjtën moshë, edhe kemi pretendimet tona, pse jo. Sfundi diçka për Adën e Velipojës, për Akademinë e Adës, nga xhiri ekipeve tona kanë dalë emra të cilët sot luajnë edhe jashtë Shqipërisë me shumë kualitet. Po, kjo është, siç e kam thënë në për intervistat tuaja më përpara, gjithmonë akademia jonë synon si me promovu sa më shumë futbollista, si shtellë vetë, shumë futbollista luajnë jashtë shtetit me shumë dinjitet, po ashtu edhe te vllaznia, si sot janë te akademia vllaznia janë mbi 12 lojtarë që kanë dalë nga akademia, si ndër ato është Nikolas Gjoni edhe Sebastian Xheka që kanë dalë në 11 më të mirë të vitit në Superligën me U16 vjet, U15 më fal. Po, pallovrojtë edhe dy portierat Besar Dëndoj dhe Alev Dëndoj, ku Besar dihet se është me kombëtaren, po ashtu dy vëllezrit Xheloshi, Emiliano Mani, Shkreli si është Orikumi, janë gjithë, por por edhe në Itali kam konstatuar se luajnë. Po, kemi normal, po është një Kevin Stani që është e Akademia e Empolit sot për sot. Edhe është një nërë më të mirë atje, shpresojmë tash. Këtë Kevin Stanin kam dëgjuar fjalë me superlativa për të ardhmen e tij. Tash përderisa Akademia e Empolit është interesuar dhe ka shkuar, ka marrë vetë se në shkur shkon ti si lojtar, a në shkur shkon të merreja. Pra, edhe Akademia e Empolit ose drejtuesit e saj kanë pa diçka ata i fëmijë, edhe shpresojmë se të na shpërblen edhe ne edhe vetit, edhe inshallah të ecin marrë gjithëve. Ishim me teknikën, pra trajnerin e Akademisë, kryetarin e Akademisë Ada Velipojës, por futbollist në ekipin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër. Suksese. Shumë faleminderit, edhe je shumë i nderuar.